7 objekte që nuk duhet t'i falni apo t'ia jepni kur të tjerëve. Përshëndetje miq. Sot do të flasim për diçka shumë të rëndësishme në Feng Shui dhe në botën e energjive shpirtërore. 7 objekte që nuk duhet t'i falni, t'i dhuroni apo t'ia jepni kur askujt, sepse kjo mund të largojë fatin, pasurinë, shëndetin dhe bekimet nga jeta juaj dhe nga shtëpia juaj. Këto nuk janë thjesht supersticion, janë parime të lashta që bazohen në rrjedhjen e energjisë jetësore, në lidhjet energjetike që krijojmë me objektet dhe në mënyrën se si objektet mbartin firmën tonë personale. Nëse i keni dhënë ndonjëherë nga këto, mos u shqetësoni, ka mënyra për ta korrigjuar. Por së pari, le të shohim pse këto 7 objekte janë kaq të ndjeshme. Do t'i marrim një nga një me shpjegime të plota, shembuj dhe këshilla. Qëndroni me mua deri në fund, sepse kjo mund të ndryshojë rrjedhën e energjisë suaj financiare dhe personale. Pika 1. Pajisjet e përdorura të kuzhinës. Le të fillojmë me kuzhinën, që në Feng Shui konsiderohet zemra e prosperitetit dhe burimi i bollkut. Kuzhina nuk është thjesht vend për të gatuar, është simbol i ushqimit të familjes, i mbijetesës dhe i pasurisë që vjen në formën e ushqimit të bollshëm. Çdo objekt i përdorur në kuzhinë, sidomos tenxheret, tiganët, orizë kuzhinat elektrike, mbajtëset e bukës, lugët e mëdha, thikat e preferuara, mbartin fatin e ushqimit të familjes suaj. Për vite me radhë, këto objekte kanë qenë në kontakt me ushqimin që ju ka ushqyer, ka shëruar trupin tuaj dhe ka mbajtur gjallë energjinë tuaj. Kur i jepni dikujt tjetër një tenxhere të vjetër ku keni gatuar orizë për fëmijët tuaj për 10 vjet, ju në fakt po i kaloni atij personi një pjesë të energjisë suaj familjare. Rezultati? Mund të vini re që pas disa muajsh, kuzhina juaj ngadalësohet, ushqimi duket më pak i shijshëm, fatura e ushqimeve rritet, ose shfaqen probleme shëndetësore të lidhura me tretjen. Në shumë kultura aziatike, tenxherja e orizit konsiderohet si thesari i fshehur i shtëpisë. Nëse duhet ta hiqni domosdoshmërisht, mos e jepni, asgjësoni ose ricikloni dhe pastaj blini një të re për veten. Për pastrim energjetik, lëreni në diell për 3 ditë ose spërkateni me ujë me krip deti. Pika 2. Objektet e prishura ose të vdekura. Kategoria e dytë është shumë e rëndësishme, çdo gjë që është e prishur, e ndalur ose e vdekur. Shembulli klasik është ora që nuk punon më. Në Feng Shui, ora simbolizon rrjedhjen e kohës dhe të fatit. Një orë që ka ndalur është si një lumë që është bllokuar, ndalon përparimin tuaj, bllokon mundësitë e reja dhe mund të tërheqë stagnim financiar ose emocional. Po ashtu bimët e thara, ato përfaqësojnë forcën jetësore, qinë vitale, që ka vdekur. Nëse keni një bim që ka qenë me ju për vite dhe tani është tharë, mos e jepni si dhuratë, kjo përhap vdekje energjetike të personit tjetër dhe ju lë me një boshllëk edhe më të madh. Shembuj të tjerë, mobilje të thyra, enë të çara, rroba me vrima. Nëse i jepni, ju po i kaloni dikujt energji të ngordur që kthehet si bumerang te ju në formë fatkeqësisht të vogla, por të vazhdueshme. Mënyra e duhur, asgjësoni plotësisht, mos ricikloni nëse është shumë personale, pastaj hapni dritaret dhe digjni temjan për të pastruar hapësirën. Pika 3. Të brendshmet e përdorura. Kjo është një nga më të ndjeshmet. Të brendshmet, brekët, sutjenat, çorapet eti, janë veshjet më afër trupit tuaj, ato mbartin adnën tuaj, djersën, energjinë bioelektrike dhe fjalëkalimin tuaj personal shpirtëror. Në praktikat energjetike, dhënia e tyre krijon një lidhje të padukshme mes jush dhe personit që i merr, një lloj vampirizmi i lehtë energjetik. Ju mund të ndjeni papritur lodhje kronike, mungesë force vullneti ose probleme financiare pa shpjegim. Shumë njerëz që kanë dhuruar të brendshme të vjetra raportojnë se pas pak kohësh kanë humbur motivim ose kanë pasur rrjedhje parash. Këshilla e fortë, asnjëherë mos i jepni, digjni ose hidhini në plera, pastaj blini të reja për dhurata nëse doni t'i ndihmoni dikë. Për pastrim, nëse keni nevojë urgjente, lani me krip dhe lëreni në diell për një ditë të plotë para se të hiqni dorë. Pika 4. Kripa dhe mbajtëset e kripës.
Kripa është një nga mjetet më të fuqishme të pastrimit në Feng Shui, ajo thith negativitetin, mbron nga syri i keq dhe vepron si mburoj energjetike. Nëse keni një kavanos krip që e përdorni për kurat, për shembull, krip në cep të dhomës ose thjesht mbajtësen e kripës në tryez, mos e jepni kurrë, sidomos kur jeni në vështirësi financiare. Dhënia e kripës është si të hiqni mburojën tuaj dhe ta jepni armikun tuaj. Pasojat, humbje e mbrojtjes, hyrje e lehtë e energjive negative, probleme me para ose shëndet. Në disa tradita, kripa konsiderohet ari i bardhë i shtëpisë. Nëse duhet ta hiqni, hidheni në tokë, jo në shtëpinë tuaj ose në det dhe zëvendësojeni menjëherë me të re. Pika 5. Sefat dhe dollapët e vlerave. Edhe nëse janë bosh tani, sefi ose dollapi ku ruani parat, dokumentet ose gjërat e çmuara kanë mbajtur për vite gjurmën e grumbullimit. Ai objekt ka absorbuar energjinë e dëshirës suaj për pasuri, siguri dhe bollë. Kur e jepni, ju po I kaloni atij personi potencialin tuaj për të mbledhur pasuri, sikur t'i jepni qelsin e thesareve tuaja. Shumë njerëz që kanë shitur ose dhuruar një sef të vjetër raportojnë se pas kësaj kanë pasur vështirësi të mëdha për të kursyer ose për të fituar para të reja. Këshilla: nëse nuk e përdorni më, mbajeni bosh në shtëpi ose asgjësoni pjesët kryesore, por mos e jepni të plotë. Për pastrim, vendoseni diellit për disa ditë dhe vizualizoni që energjia juaj kthehet te ju. Pika 6. Bimët që kanë jetuar gjatë me ju. Bimët e brendshme nuk janë thjesht dekor, ato bëhen pjesë e fushës suaj energjetike pas viteve. Ato kanë marrë saudyn tuaj, kanë thithur emocionet tuaja dhe kanë rritur qinë pozitive në shtëpi. Kur I jepni një bim që ka qenë me ju 5-10 vjet, krijoni një boshllëk emocional të madh, si të hiqni një mik të ngushtë. Pasojat: humbje përqendrimi, ndjenje vetmie, probleme me kreativitetin ose me vendimmarrjen. Shembull, shumë njerëz që kanë dhuruar një fik të madh raportojnë se pas kësaj kanë humbur fokusin në punë. Mënyra e duhur: nëse duhet, falenderojeni bimën, prisni një degë të re për veten dhe jepni vetëm atë të re ose asgjësoni plotësisht. Pika 7. Portofolat e vjetër. Portofoli është xhepi I dytë I pasurisë suaj, ai mban kartat, parat, faturat dhe emocionet tuaja financiare. Një portofol I vjetër ka absorbuar modelet tuaja të menduarit për parat, qoftë bollëk apo mungesë. Kur e jepni, ju po I kaloni personit tjetër programin tuaj financiar. Nëse keni pasur vështirësi me parat, ai program mund të transferohet. Nëse keni qenë I suksesshëm, ju humbni atë model të mirë. Këshilla universale: asnjëherë mos jepni portofol të përdorur, digjni ose asgjësoni, pastaj blini të ri. Për pastrim, lëreni në diell me disa monedha brenda për 3 ditë para se ta hiqni. Përfundimi dhe këshilla të përgjithshme. Përmbledhur, këto 7 objekte mbartin pjesë të thella të energjisë suaj personale dhe familjare. Mos I jepni lehtë, më mirë asgjësoni ose pastroni fort me diell, krip, temjan ose ujë të kripur. Nëse doni të dhuroni, blini të reja dhe mbani të vjetrat larg qarkullimit. Duke respektuar këto rregulla, ju mbroni qinë tuaj, pasurinë dhe paqen shpirtërore. Faleminderit që më ndoqët deri këtu. Nëse ju ka ndodhur ndonjëherë me ndonjë nga këto, shkruani në komentet poshtë, do të diskutojmë bashkë. Like, share dhe subscribe për më shumë këshilla Feng Shui. Shihemi në videon tjetër, ju uroj bollëk dhe energji pozitive. Lam të mirë.